الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير خلقه والخليقة الهادي إلى الحق والحقيقة وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم تعالى فلندروهم ذا بيتي فالي ذنديم كركوهم صلوات الله وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بفamiljen e tij të pastër dhe të bekuar, mbi shokët e tij të respektuar dhe mbi gjithë muslimanët që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Sot me lenin Allahut do të vazhdojmë me adhurimet e zemrës dhe do të hyjmë me një adhurim të ri nga adhurimet e zemrës që ende s'e kena shpjeguar, e që është i rëndësie të veçantë si çdo adhurim i zemrës, pasi çdo adhurim të është vetë se për merr pamjen finale, kjo seri dhe për plotson çdo shërim që për bojna, për plotson atë kuptimin e përgjithshëm që duhet me pas robi ndaj Allahut Azza wa Jall, të adhuru me zemrën e tij. Lutem Allahun që me vazhdu me shpjegu adhurimet e gjuhës, që është për qëllim dhikri, qysh përmenet Allahu, pastaj adhurimet e trupit, e kështu japëm një pamje të përgjithshme definicionet të adhurimit që ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ismun gjamia li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda, është emën i përgjithshëm krejt atë që Allahu e don edhe është i kënaqur prej saj, min al a'mali wal aqwal zahiran wa batina, prej fjalëve dhe veprave të brendshme dhe të jashtme. Andaj kena filluar me adhurimet e zemrës, për shkak se do të mund rresh në e brendshme për me pas reflekse që ndrejshin në gjuhë, pastaj edhe në veprat e besimtarit, sepse nëse bëhet adhurimi veç nga aspekti i jashtëm dhe pa pas ndjesinë e zemrës, i ngjan adhurimeve të munafikëve, që Allahu Azza wa Jalla thot për ta: wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Ata kur ngritën me fal, ngritën si dembela me përtesë për mi thonë njerëzit që mi thonë këta po falen, e në atë namaz nuk e përmenden Allahun as pak. Andaj këto adhurime e ndreshin të brendshmën me lejnë Allahut. Adhurimi që se do të flasim quhet në gjuhën arabe al-muraqaba. Al-muraqaba rrjedh nga fjala raqaba, yuraqibu wa huwa raqib, që do me thonë një lloj shikimi i pandalshëm prej anës Allahut, një lloj vëzhgimi i pandalshëm me dijen e tina, me shikimin e tina, po ashtu edhe me të të brendshme dhe të jashtme. Kjo quhet al-muraqaba. Po para se të flas për definicionin, do të theksoj se ky adhurim është shumë i rëndësishëm për çdo besimtar, apo siç thot Imam Ibn Qayyim radhiyallahu anhu arda, thot se është epicentër ose qendër e çdo adhurimi të zemrës, mbi të cilën ngritet aspekti shpirtëror ky adhurim. Për shembull, vëllezërit të nderuam, nëse na dojnë Allahun, kjo dashni është rezultat që Allahu na sheh. Që është al-muraqaba, Allahu na vazhdon. Allahu e din, e dojnë ajo. Nëse e dojnë, është rezultat që Allahu e din që e dojnë. Nëse na falim për Allahun, është rezultat që Allahu e din që po falim. Nëse na ruhum me gjunohë, është rezultati i kësaj muraqabes. Andaj një njeri që e din që ka mundu karit për Allahut Azza wa Jall, i kushton shumë vëmendje këtij adhurimit. Ndërsa kush s'ka mundu karit, mos t'i kushtoj vëmendje. Apo dikush që s'ka karit atje. Andaj është obligim mi kushtu shumë vëmendje
pasi që njerin jetën e përditshme, esenca e tina është i krijuar prej i dopt dhe është min fjalë insan që i bjen nesien gjona robe prej asoj që harran shumë, e harran këto edhe Allahun Azza wa Jalla, e harran që për mbikëqyr, shpeshher i del vetja nga kontrolli, sidomos atyne persona që ju mungon bashkë adhurim. Ka njerëz që dojnë Allahun Azza wa Jalla, s'mund me thonë që s'e don, po bën gjëna. Ka njerëz që i mbështetet Allahut Azza wa Jalla fuqishëm, po bjen gjëna. Ka njerëz që ka sabër, po bjen gjëna. Ka njerëz që falet me khushu, po bjen gjëna. A më njerëz që ka muraqabe ruhen për gjëna. Pra është si një derë e hekrit mes robit edhe me kotit ka adhurim. Nëse njëri e din që Allah Azza wa Jalla pesha, a ka përgjigje çka ka me thonë atina, në ditë që la yanfa'u malun wala banun, s'ka do me pasunia as të mia. Në ditë që i shkojnë Allahut farda një ka një. Në ditë që la tasma'u fiha hamsa, në ndëgjon as hamsa është i bjen i frimorje të thellë, asë ato zëzë me ngukush. A ki përgjigje, qka i thu? Melikul Muluk. A i që tëtë ejnë lë gjëbërin, ku jenë zulumsart, ejnë lë mutakabbirin, ku jenë mendim dhejt, që tëtë limen mulkul jom, ku jenë është sundimi sot, vetë përgjigje dhe tëtë lillahi l-wahid l-qahar, është i Zotit, që është një, e që kejtë kahër e kam e kohë, Allah në rëtë. Qahar është pej kahër e shqip. Andaj një njeri që e ka në muraqabe është pengesë e madhe në çdo aspekt. Ai njeri që këtë adhurim e shtim praktik, sidomos në kohën që po jetojna, me lejnë Allahut Azza wa Jalla ka më dalë fashë barë para Zotit. Pse përmena pikrisht kohën që po jetojna? Kjo për shumë shkaqe, po veç një për shkak të kohës që kemi shumë të limituar sonda. Veç një shkak për përmeni. Se kom pas me lejnë Allah me përmend disa, po s'po mjafton kohë. Ai shkak është se është lehtësu shumë gjëra. Asnjëherë deri sa njihna e njihëm historinë, flas sa është shkruane, kena mujt me lexu prej sajna, me këtë dijet pak që e kena. Asnjëherë nuk kena po që njëri ka mundësi me ranë më katë qysh ka mundësi me rasët. Për shembull, para 500 vjetë, me nejtë më rana dhonë vetë, s'ke mujtë me po femën lekullë, që po? S'ke mujtë me po. Qëtë me katë se ke pas. As me ndëgju muzikë, më konë vetë, se ki gitarën, s'ke mujtë me ndëgju. Nëse je vetë, s'ke mujtë me bo gibet, po, sot krejt i ki mundësit. Qysh me bo gibet, fo në telefon me dikon vetë, janë dhomë, bo gibet. Qysh me po haram, henë ku s'do të me hi. Qysh me ngu, henë ngon që s'do të me ngu. Nëse i mungon arobet, që kjo adhurim, Allahu në arrujt, gjithë kush është ma me vlerë për ta, për ashtë Allah. Edhe në thmi, më konë 2 vjetë, që s'kupton, me hi, më bu me po që ato këshu në telefon, ose në televizor, ose në kompjuter, ose në iPad, kështu më ranë, a i kur thorohen të mënu me largu. Pra në thmi 2 vjetë, të një njëri që se ka këtë adhurim, është më i vlefshëm se ai që është pa fillim e pa mbarim. Allahu akbar. Në thmi 2 vjetë, ati që i mungon këtë adhurim, është ai Allahu më i pa vlefshëm që është pa fillim e pa mbarim. Andaj vëllazni ka nevojë shumë më fort për çet adhurim ditët e sotme, është shumë esencial me mujt e kisha fol çdo vend. Ky adhurim është shkak që e dallon besimtarin prej munafikut. Ai munafiku para njerëzve e jep më të mirën, kur me Zotin e jep më të lirën, apo? Ç'është gjendja e tij që mungon ka adhurim. Para njerëzve shtiret, aktron, është shumë në rregull. Kur me Zotin e të shpëroz ato që realisht e ka. Imam Ibn Qayyim në librin e tij Ad-Dawa wad-Dawa, që është e përkthyer në shqip, smundja dhe ilaçi, thotë nuk ka mundësi më bë asnjë gjë ndaj Allahut,
veç se rrjedh ai gjuna prej zemrës të smur. Dhe çdo gjuna që bëhet e shton smundjen e zemrës. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah azza wa jalla në fillim të surës Bakara ka tregon kjo në zemrat e tyre ka smundje dhe si shkak i kësaj smundje Allahu i shton smundjen. Nëse kushtimisht, po ashtu thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyya dhe Ibn Qayyim rahimahullah, thonë që adhurimet smundjet e zemrës janë shumë ngjashme me smundjet e trupit. Nëse për shembull, nëse çdo infektohet, nuk marr mosa, më shku me marr ilashin e nevojshëm. Infektimi ka mundësi më hap këtë trupin edhe me shkaktu vdekjen apo. Nëse marr mosa në fillim tina, ka mundësi më njëherë largohet. Andaj që shto është zemra në aspektin e imanit. Nëse s'merr mosa me pengu gjinohin, ai lën gjuhën çdo aspekt të imanit. Lën gjuhën namaz, falës së ndje namazën. Falës përmandohesh për namaz. Alhamdulillah që krita Yasin dhe sa basu më fal. Nuk të ka shku mendje me thonë subhanallah 10 orë me nejtë për ata ku Allahun. Këton, kjo është gjendje e ati që ka këtë adhurim, e gjendje ati që se ka këtë adhurim është që ta është me kati, të shpinë me ka tjetër, përveç që të pengon për adhurime, se shien namazën, se shien agjerimin, se shien zakatën, se shien hajën, nuk e shien thirrjen të mirë, ndalimin e nga keqja, pastaj të shpihen me kate. Me kate i parë që ta bën është vetë kënaqësia, me kate i dytë ankesa ndaj njerëzve dhe jo ankesa ndaj krijuesit. Pastaj të hup adresa, vend që më drejtu, ati që ka mundësi me bëj çdo gjë, më ta ngrit çat mundësi tona, ti drejtohesh dikujt që s'ka mundësi me bëj asgjë të anku. Ka hup adresë. A ke pas sa pesimizme për hom popull, kjo për shkak të gjinohet. Janë çdo ngarku, zemra mo nuk prodhon iman, prodhon pesimizëm. Andaj nëse lexojna rrjedhimisht po flas prej dietarëve, sidomos prej Ibn al-Qayyimit, pasi që i ka përmbledh gjitha shkaqet që e lexojnë me lejen e Allahut rrugën drejt xhenetit, edhe po ashtu i ka përmbledh gjitha shkaqet që e orientojnë njerin për kësaj rruge, e i bojnë jo stabil, pasi na ka përmbledh dijen e selefit, ata që kanë qenë sahabë tabiin radhiyallahu anhum ecma'in. Edhe ai në librin e tij që quhet Tariq al-Hijratain, në faqen 476 në vëllimin e parë, të vallai këta që pi tregojnë për këta burra, për shembull sahab, ma shemem në lehurah. Nuk jak në ndije erën kësaj pune. Nuk e dinë ç'është imanin e tyre, nuk e dinë ç'është adhurimet e tyre, po hubbun lil qaum ja'alana an natakallam anhum, po dashnia për ta, na ka bëu me fol, edhe na dashnia për këta, dashnia për dietarët se Ibn Qayyim Ibn Taymiyya na bën me fol për ta, nëse kena cilësinë e adhurimit tyre, nëse kena stabilitetin, as durimin, krejtë dinë këtë punë, po dashnia për Abu Bakrin, dashnia për Omerin, dashnia për Uthmanin, Aliun, na shtyhen me fol për ta, dashnia për ashabul hadith, ata që kanë bërë amanetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Imam Malikun, Imam Shafi'in, Imam Ahmedin, Imam Thawriun, e kështu me radhë, na shtyhen me fol për ta. Jo që na jena vetëm që dina me interpretu fjalët e tyre, po dashnia për popull na shtyn, nëse s'manesh më bosajt paktën për ngjaja tina. Që kjo është vëllazëri temi, thot Ibn Qayyim që ka shkruar jetën mes libra, thot se kanë një erë kësaj fund. E çmë fol kështu vi fol për popull. Allah e boftaj. Allah na azon soft me mat hajrit sa ç'bë fol, na boft hajrit gjithë. Andaj kjo adhurim vëllazëri ka rëndësi të veçantë për stabilitet drejt Allahut. Mungesa e këtij adhurimit e orienton njerin prej stabilitetit. Ai njeri që s'din që ka Zot me kry, që shtohet popull, filonës s'po di që ka Zot me kry. Përsa s'kish frikë për kërkujt. Pejgamberi sasum ka thonë, çka kam trashëgu pejgamberëve të parë është men lem yastahi, in lam tastahi fasna ma shat. Kur s'vjen s'ki torp, s'ki marrë, më shka dush.
Thotë këto e kam trashëgu për pejgamberin. Andaj nëse shkoj ibadet që Allahu të sheh, nuk të mjafton me të ardhmë rëzdiqat me të, as të jasmu. Allahu në bërë. Andaj, që ke një hyrje e shkurt. Po kjo hyrje, vëllazni, për përfëndaj me 3 gjona, kjo hyrje i ka frutet në ditën e gjykimit. Dhe këto ditën e gjykimit, na e shohëm largë, Allahu së të thotë, inekum të raunë hu ba'ide, o në rahu qaribe. Jo këto inë të po shumë largë, në inë të po shumë afer, kjo shumë afer. Që për shumë na. Andaj, qëfar rezultate ka atë ditë që kena më dorë. Për Allah të thotë, wa me jamel, mithqale, dharratin khajra jera, a i që e bënë, sa një pjesë a atomit, një shka shumë e vogël, një të mirë, do të gjej. Dhe a i që e bënë, një të keqe, të asoj madhësia do të gjej. Do me thonë, gjithë shka që të bujna, do të gjejna. Po ashtu, për këtë kalon edhe me lojke që t'i shkrujnë veprat e Rabbe. Allahu Azza wa Jalla thëtë ma yulqawna min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk thejnë asnjë fjalë, nuk del në surën Qaf, ajetin e 18, nuk del asnjë fjalë, asnjë diçka prej tyre, veç se kena bo me lojka fjala kujdestar që e shkruajnë në detaj atë që e bojnë. Jo vetëm aspektin e jashtëm, për shembull, për shembull filonët e filonën me pa ka vizitu jo, po i tregon edhe ndjenjat gjatë asaj vizite, qëllimet krejt. Që kjo është shkrimi që e bojnë me lajket, që apo mundsu Allahu, e që kena mundon me Allah në gari për Allah që nuk im shefet asë në brendshme, asë e jashtë një e jonë. Por ashtu Allahu Azza wa Jalla thotë se në ditën e gjykimit, ashtu fillon me na tregu sikur se ka ndodhur yawman la yanfa'u يقولون ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Adet do thënë çka është kjo libër, s'pas kalon as të vogël, as të madhe, dhe s'pas ka përshkruar. Ahsaha në gjuhën arabe të tregon edhe me ndjenja që shkon. Ahsa është të bjen bashkë që është e kënë djetë mo. Për shumë Allah në arrujt, dikosh kur këshirë gjuna, ndjenjat jënë kohën të tepshit maksimum, përveç shikimin që e bjen, i bjen edhe ndjenjat. Knasia në gjuna, ma shumë se vetë gjunaj. Se të po knaqesh me diçka që Allah ta ka ndalu. Për shembull, nëse njëri gabimisht e pin një nxehër, nuk është njëjtë se një njeri që ka e pin shkrijet atë nxehër. Po, edhe damet edhe në trup janë ndryshme. Sa i që e pin gabimisht e hik me njëherë, po. A që e pin të ndjej i grasot më në të. Që kjo është edhe përbon në gjënaj. A që për shumë Allah në rojtë ka shumë sytë ku shdojtë, ka ndëgjon shka shdojtë, largon më nërë, largohet për atyve. Po a i që në arditave neve, kënosin në gjënaj, në malë që damet i shumë ma i madhë së në damet të partë. Andaj në ditën e gjykimit, do të habitet, do të thotë qka është kë liber, ma hadhe lë kitab, qka është kë liber, s'pas kalon, as të vogël, as të modhe, vetë se pas ka përshkon. Andaj kuptimin gjohësore i këtij adhurimi që sa shpëndim është vëllazni ke vesni për mbledhje, çka po duhena me thonë gjatë 4 ligjërat autarshme në mësot Allah me jetu, e me shëru, dërsa tash po futëm definicionet që kemi e zakon çdo adhurim, për me kuptu sa më mirë edhe këtë adhurim. Raqabe, yuraqibu është një vëzhgim i brendshëm dhe i një jashtëm që është nga dikush. Quhen Muraqib, ai njeri që i këshyr në zonë se të ka bujnë provim. Shumë kanë Koranit është fakultet, janë shumica ju, kur të aplikoni, e keni një provim pranë Musafia, edhe keni njerëz që ju mbi këshyrin gjatë atij procesit provimit. Qëta quhen në gjuhën arabe Muraqib, ose tash i thonë Muraqib edhe kamerave, që i ngjizojnë çdo sa. Jo quhen edhe kamerat, Muraqaba, i thonë kamera në gjuhën arabe, që e njësojnë çdo pamje, çdo lëvizje që e bën njëri. Që kjo është aspekti gjohësor. Ndërsa aspekti shariatik, dietarët kanë pru disa definicione.
I pari definicion kanë thonë është që ta di robi me dijet pa kontestueshme, se çdo lëvizje, çdo mendim, çdo vepër, çdo fjalë, çdo shikim, çdo ndëgjim, Allahu Azza wa Jall e din pa e bo. E din kur e bën, edhe e din pas që e bën. Më këtë dije e pa kontestueshme, që mos me kontestu. Wallahi, me pas që thonë para vetës, a kështë bë dikush prej njëve gjuna? Di që Allah të të po. Që thot Allah, alem ja'lem bi anë Allah yara. A s'përdin që Allah është duke po. Andaj vëzni, që kjo është kuptimi i parë, çdo lëvizje, çfarë do qoftë, sa do e vogël, e madhe, fjalë, heshtje, mendim, e brendshme, e jashtme, Allah Azza wa Jall e din. Allah Azza wa Jall e din. Dhe kjo arrihet nëpërmjet njohjes së Allahut Azza wa Jall me 6 emra, e që ndersën e adhurimeve, falni ta njohim Allahun, 4 për ty në kanë shpjeguar në kanë edhe 2. Ata janë me ditë që është Allahu Alim. Me ditë Allah që Alim edhe Allam. Pastaj me ditë që është Khabir, që është Semiun Basir. Që ta 6 emra që i din njëri edhe i din dobit që dalin për tyne e formulon al-muraqaba, i jep kuptim këtij adhurimi të zemrës. Andaj jo rastisht ka qenë përzgjedhja eme që me bo 2 dersë njëri që të bëj me njërin Allahut e tjetën me adhurimin të zemrës se janë ngosht lidhne. Ose njohja Allahut është rezultat i adhurimit të zemrës. Andaj kur e dina që Allah është Alim, që është i ditur për çdo gjë, e dina që është Alim, që është më i ditur, e dina që Allam është në sigat mubaligha, është gjithherë është i ditur, e dina që Khabir, që din brendshëm në të jashtë, mendime, jo mendime, e dina që Sami ndëgjon çdo gjë. E dina që është Basir, që çdo gjë e formulojnë adhurimin al-muraqaba, edhe na e praktikojna këtë adhurim me lejen e Allahut. Mos njohja e Allahut është shkaktar i çdo mëkati. Mos njohja e Allahut është shkaktar i çdo mëkati. Ai që njeh Allahun ka njohur çdo gjë, ndërsa ai që se njeh s'ka njohur asgjë. Andaj njohja e Allahut është ai niveli që njëri quhet besimtar. Niveli që njëri me qenë besimtar është me njoft me Zotin e tij. Andaj unë shpesh çuditem me të njerëz që falen e nuk dinë gjë për Zotin e tyre. Çdo në falet, është çudi. Ai që një Allah ndryshe që janë adhurimin, ai që se një ndryshe që janë ose nuk është janë fare. Andaj vëllazërin për aspekti jashtë me kom përmend edhe derës të kanune, mjaftueshmëria në aspektin e jashtëm pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gabim trashonik apo më me thonë është ngjajshmëri e madhe me munafiqinët. Ata aspektin e jashtëm s'ndallu, kam pas mikra si aj, jo në vesh si aj, jo më falë drejki këndi akshëm në gjami si aj, i kanë vendos dur qysh ka që u dur të ajen falë, ku i kanë lidha i lidhe, e kështë më në, nuk kam pas në e dalim që me thonë me kundështu, ja. Pa e që i ka bu këta me pas problem, është prej kresht kë adhërim e brendshme atyre, ose mos kë adhërim i zemrës, mos bërja hesab që Allahu për din të brendshme, e tyne i ka kushtu Allahu në rujt, me një dënim që faraoni është mbi ta në gjahnem. Allah Azza wa Jalla thot inal munafiqina fi darkil asfali min an-nar falan tajid lahum nasira. Munafiqët janë në pozicionin më të ulët në zjarr për ta skëndimtar, komo që ardhë fol me nevën saf, ndërsa faraoni që ka thonë jam Zoti ju më i larti, është mbi ta në gjahnem. është më mirë se ai në gjahnem. Allahu na ruaj për kësaj gjallë. Andaj vëllazëni është shumë më rëndësi kë adhurim më praktiku. Kë është definicioni në aspektin shariatik, e që me lejen e Allahut me kaq për përfundoj duke e kry këtë ders për shkak të kohës që kemë ngushtë deri në namazin e yacis, kom pas me të shpjegu edhe rreth pozitës këtij adhurimit në adhurimet e zemrës, çfarë pozite ka. Po do të vazhdojmë me lejen e Allahut dhe të tjera
Me kaq falenderoj Allahun për këtë mundësi. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.